Sa herë që është pyetur për ndalimin e ndërtimit të kullave në Tiranë dhe për betonizimin e kryeqytetit, kryeministri Edi Rama ka dhënë të njëjtën përgjigje. Do ndërtohen edhe më shumë kulla dhe më të larta. Ky është zhvillim urban modern. Në realitet, kjo maninë ndërtimore nuk ka asgjë të përbashkët me zhvillimin, është thjesht vazhdimi një pazari politik dhe ekonomik që ka mbushur qendrën e Tiranës me kulla, ndërsa pas tyre fshihen oligark, kompani maska dhe kapitali i padeklaruar. Së fundi Këshilli Kombëtar i Territorit, KKT, me firmën e vet kryeministrit, ka miratuar ndërtimin e 2 gradaçelave gjigande në aksin e rrugës së Kavajës, një zonë me vlerë rekord në tregun e pasurive të paluajtshme. Këto 2 kulla do të ndërtohen nga kompania Globe 3X Group me ortak Skënder dhe Visian Dedja, babe bir, nga fshati Dukagjini Matit. Sipas projektit të publikuar nga studio franceze Cold Feu, e cila ka seli në Paris dhe Shanghai, kulla do të kenë arkitekturë identike, me lartësi të tejskajshme dhe funksione rezidenciale, tregtare dhe hotelerie. Vendimi për lejen e ndërtimit nuk është bërë publik nga KKT apo Agjencia e Zhvillimit të Territorit, siç e kërkon ligji, por dokumentet dhe pamjet janë publikuar në faqet zyrtare të vet kompanisë Globe 3X Group dhe studios Cold Feu me njoftimin se punimet do të nisin së shpejti. Ky fakt tregon se leja është firmosur dhe finalizuar, pasi asnjë kompani nuk guxon të bëjë publik një projekt të tillë pa garanci qeveritare. Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare të Biznesit, Globe 3X Group ka një kapital themeltar prej vetëm 3.5 milion eurosh, ndërsa fitimet e saj vjetore luhaten nga 550.000 deri në 2.2 milion lek, një nivel që i ngjan një biznesi të vogël lagjeje. Megjithatë, kjo kompani ka marrë përsipër një investim prej 210 milion eurosh për ndërtimin e 2 kullave në qendër të Tiranës. Në mungesë të transparencës për burimin e fondeve, lind pyetja logjike: nga vijnë 210 milion eurot e Globe 3X Group? As KKT, as AZT dhe as qeveria nuk kanë bërë asnjë verifikim financiar, donse ligji kërkon deklarim të detajuar të burimeve të kapitalit për çdo projekt të tillë. Burime nga sektori i ndërtimit pojnë se kompania mund të jetë maskë e rrjeteve të oligarkëve të afërt me Ramën, që po pastrojnë paratë e korrupsionit dhe kontrabandës përmes ndërtimit. Modeli është i njohur. Kompani të vogla me kapital qesharak regjistrohen si investitor dhe më pas transferojnë qindra miliona euro përmes bankave private me justifikime fiktive.